Për të folur për situatën e krijuar me transportin urban në këto ditë të nxehta vere, kemi në lidhje direkte Konstantin Fonin. Konstantin, përshëndetje dhe faleminderit që pranove ftesën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Pse edhe këtë verë qytetarët udhëtojnë me autobus pa kondicioner? Atëherë, e gjithë flota e transportit publik nuk ka asnjë autobus që mos ketë ajër të koncenuar ose të jetë i pajisur me sistemin e ajrit të koncenuar. Pasi një nga kriteret për të certifikuar në transportin publik është që e gjithë flota e transportit publik të jetë i pajisur me sistemin e kondicionimit. Në këto ditë të nxehta apo në këto temperatura që janë aktualisht, është e pamundur që dhe stacionet aq afër sa janë me njëra tjetrën, është e pamundur që temperaturat brenda ambientit autobusit të arrijnë ato temperatura që qytetarët apo ne dëshirojmë të kemi. Pa, unë e kuptoj, por qytetarët ankohen, thonë se nuk i ndezin kondicionerët. Si është e vërteta? Jo, nuk është as pak e vërtet. Ka një institucion monitorues ku kontrollojnë të gjithë operatorët e transportit publik, kontrollojnë çdo autobus të çdo lloj linje, të çdo lloj operatori, dhe në rast se nuk funksionon apo ka një defekt teknik, janë marrë masa ndaj operatorëve përkatëses ose më saktë ndaj atij mjeti i cili nuk i funksionon ajri i koncenuar, por nuk ka asnjë iniciativë apo nga operator që mos ta ndezin kondicionerin për arsye të konsumit të karburantit apo siç kemi dëgjuar shpesh. Me që jemi tek operatorët, kush merr përgjegjësinë nëse operatorët nuk respektojnë standardet e shërbimit? Atëherë, në çdo operator ka një kontratë të përcaktuar me Bashkinë e Tiranës ose me bashkitë e çdo lloji qyteti. Janë disa kritere të cilët dhe kushtet të cilët ata duhet të operojnë dhe më pas institucionet monitoruese që janë po institucionet të bashkive marrin masa ndaj këtyre operatorëve ose që kanë abuzuar me dashje apo pa dashje, marrin masa në gjop ose dhe në heqjen e pikëzimit që kanë në licencën e tyre. Me që folën për kontratën, si ndëshkohen operatorët që nuk e përmbushin kontratën dhe sa operator janë ndëshkuar? Për pjesën e masave të marra ndaj këtyre institucioneve është institucioni që mund t'ju japi një përgjigje më të saktë, pra është ajo e Agjencisë Mbrojtjes Konsumatorit, është institucioni monitorues, pra që merr ankesat nga qytetarët dhe më pas ato nxjerrin inspektorët e tyre në terren për të verifikuar ankesat dhe nëse Ju keni informacion për këtë? Jo, në lidhje me pjesën e gjobave ne nuk e kemi, pasi është institucion i pavarur, pra nuk mund ne të shkojmë dhe të marrim informacione të tilla, pra kush do të jetë për monitorim, sa gjoba janë marrë, pra është vetë institucioni që cakton një grup pune inspektimi ndaj operatorëve të caktuar apo ndaj linjave të caktuara ku kanë më shumë problematika apo ankesa dhe më pas ato marrin masat e tyre, masat ndëshkuese janë e para plotësohet masa, pra në vlerë monetare, dhe në rast përsëritje ata kanë një sistem pikëzimi, pra në vit kanë një total pikësh, në rast se operatorët kanë një abuzim të vazhdueshëm, atëherë zbriten pikët nga licenca deri në heqjen e licencës në rast se do të jetë nevojshme. Pse vazhdon të mungojë investimi në flotën e transportit urban? Investimi nuk mungon, operatorët gjatë gjithë këtyre 10 viteve të cilët janë të licencuar, kanë investuar në këtë flotë të cilën ata operojnë, mirë po licenca e të gjithë operatorëve skadon në fillim të vitit që vjen, pra në 2027. Dhe ne ende nuk kemi një plan biznesi, le të themi, për rinovimin e licencës së re dhe se si çfarë kushtesh dhe kriteresh do të vendosë bashkia për të operuar në qytetin e Tiranës. Pra duhet kemi
duhet kemi kriteret dhe kushtet të cilat bashkia do t'i kërkojë për investimin e mjeteve të cilët do na i kërkojë bashkia, dhe më pas mbetet në dorën e operatorit nëse do të dojë ta vazhdojë këtë lloj operimi, do duhet që të investojë në flotë të re. Operatorët kanë kërkuar rritje të çmimit të biletës. A mund të kërkohet një tarifë e tillë ose më e lartë kur shërbimi vazhdon të ketë kaq shumë probleme? Operatorët e kanë kërkuar rritjen e çmimit të biletës kur shteti dhe qeverisja vendore dhe ajo qendrore nuk kanë marrë masat për mbështetje financiare. Pra, ne kemi kërkuar që të hiqet aksiza e karburantit në litrin e karburantit për këtë sektor. Kemi kërkuar heqjen e TVSH-s, të cilën operatorët e paguajnë 20% në shitje. Kemi kërkuar kompensim për kategoritë që përfitojnë udhëtimin falas, ku ne e respektojmë sipas kontratës që kemi me bashkinë, mirë po bashkitë nuk kompensojnë operatorët për këtë kategori të caktuar. Dhe në momentin që nuk ka pasur asnjë lloj reagimi dhe nuk kanë dhënë mbështetje financiare apo kompensim, atëherë kemi kërkuar që të rritet çmimi i biletës. Në këto momente nuk kemi një kërkesë të tillë, pasi Bashkia e Tiranës është duke i kompensuar operatorët për çmimin e biletës. Pra, sot që ne flasim, çmimi i biletës në Tiranë është 50 lekë, pavarësisht se qytetari e paguan 40 lekë, 10 lekëshin e kompenson Bashkia. Çfarë garancish u jepni qytetarëve se një rritje e mundshme e biletës do të shoqërohet me përmirësim real të shërbimit? Edhe një herë lutem se të dëgjova me shkëputje? Çfarë garancish u jepni qytetarëve se një rritje e mundshme e biletës mund të shoqërohet me një përmirësim real të shërbimit? Patjetër se çdo lloj shërbimi ka një faturë në fund të ditës, pavarësisht se çmimi i biletës nuk ka ndryshuar këtu dhe edhe shumë vite, siç ka ndryshuar çdo lloj gjë tjetër. Pra, ne sot që flasim, çmimi i karburantit është në vlera 200 lekë për litër. Pra, kur kostot e shërbimit rriten, patjetër që dikush duhet ta paguajë këtë faturë. Atë faturë, nëse qeverisja vendore zgjedh që ta paguajë qytetari, atëherë do të rritet çmimi i biletës. Nëse qeveria vendos që do ta kompensojë operatorin dhe nuk do të shkojnë në xhepet e qytetarit, atëherë kompensimet janë nga më të ndryshme. Në rastin e Tiranës, qeveria subvencionon për shërbimin që operatorët ofrojnë dhe kompensojnë vlerën e biletës të cilën janë shtuar kostot për çdo operator. Cila linjë është më problematike? Problematike nuk mund të them në këto momente që ka linja, pasi në këtë periudhë që ne flasim, duke pas dhe parasysh rënien e fluksit të qytetarëve për arsye të pushimeve që ata marrin, në këtë moment nuk ka linja problematike. Të pushimeve apo të vapës? Të njerëzve që janë larguar nga Tirana, pra fluksi pasagjerëve. Ti po thua që nuk ka një linjë problematike, atëherë unë do të thoja që linja e Unazës është super e ngarkuar. Si nuk mund të quhet problematike linja e Unazës? Në këtë periudhë që ne flasim nuk ka linja të ngarkuara. Shkollat janë të mbyllura. Qytetarët, fluksi pasagjerëve në këtë periudhë është i reduktuar për arsye se kanë marrë pushimet apo janë larguar nga Tirana. 360 ditë, ne po flasim për të gjithë 365 ditë, ne po flasim për të gjithë vitin, jo vetëm për verën. Patjetër, atëherë nëse do të flasim për periudhën e fluksit kur fillon viti shkollor në shtator dhe deri në muajin qershor, patjetër që ka linja që ka një trafik të rënduar dhe nuk mund ta ofrojnë dot shërbimin e tyre, jo për shkak se nuk kanë flotën apo nuk duan ta ofrojnë, po për shkak të bllokimit të akseve rrugore. Po pse nuk ka ende një flotë të re autobusësh? Atëherë, nëse do të flasim për patjetër gjithë flota e autobusave është me ajër të koncenuar, nuk ka flotë, nuk certifikohet asnjë autobus në rast se thoni kështu, po unë flas në emër të qytetarëve që janë shumë të ankuar, kemi parë dhe investigime të ndryshme që urbanët, autobusët, madje dhe faturinat e pranojnë këtë. Ne mund të zbresim në terren bashkërisht, bashkë me qytetarët dhe ta verifikojmë, nuk kemi asnjë problemi. Unë jam këtu për të folur në emër të qytetarëve dhe ato ankesa që kanë bërë qytetarët.
Patjetër, ne nuk është se ne nuk themi që nuk ka ankesa, patjetër që ka ankesa. Temperaturat e larta, e thash edhe një herë, unë sapo erdha tani në zyrën time dhe temperaturat për jashtë shënonin 40 gradë. Apo ashtu në gjithë lëvizshmërinë. Nëse në studion tuaj dhe në zyrën time jemi me një ajër të kondicionuar, është për arsye se është e izoluar zyra, në rast se ne hapim dritaren në këtë moment, është e pamundur që të arrihet temperatura që ne kemi graduar. Po të flasim për autobusët, teknikisht nuk arrihet dot temperatura për të cilën ne kërkojmë. Në stacionet janë shumë afër me njëra tjetrës, janë 150 metra larg njëra tjetrës. Dhe në momentin që hapen të katra dyer, është e pamundur ajri i nxehtë që hyn nga jashtë brenda, nuk mund të arrijë temperaturat të cilët ne kërkojmë. Gjithashtu kemi parë dhe shpesh aksidente të autobusëve nëpër Tiranë. Keni një koment si shpjegohet kjo? Atëre, aksidentët... Që herë kanë qenë fajtor, herë janë bërë pjesë aksidenteve të ndryshme. Në 90% të aksidenteve që kanë pas në qytetin e Tiranës, fajtor kanë dalë mjetet të cilat kanë ndërhyrë dhe janë bërë shkak për aksidentin e automjeteve. Patjetër që aksidente nëse do të reduktojmë aksidentet, atëherë duhet të ketë një infrastrukturë dhe korsi të dedikuar për autobusët. Nga momenti që nuk ka infrastrukturë dhe autobusët do të detyrohen të devijojnë gjatë itinerarit të tyre të lëvizin nga një korsim në korsim tjetër, patjetër që ka pakujdesi ndaj individëve me makinat private, por dhe mund të shkaktojnë aksidente shqyqur zotit të pa pasur me pasoja. Por, nga momenti që nuk ka infrastrukturë për lëvizshmërinë e autobusave, patjetër që aksidentet janë nuk mund t'i reduktojnë. E kuptoj. Tirana po zgjerohet me ritme të shpejta. A do të shtojnë linjat e transportit për zonat e reja të banimit? Në fakt, kjo është një pyetje që duhet i drejtohet institucionit dhe drejtorisë përkatëse, që është drejtoria e transportit dhe trafikut të Tiranës, ku ata marrin vendimet dhe ata... E kuptoj, por unë po them në dijenin tuaj, me sa dijeni keni juve. Patjetër, shiko, 16 linja që janë sot, më përpara kanë qenë 10 linja, më pas janë shtuar, kanë shtuar 12, 14, derisa sa mund të shtohen tani? Po janë zona të cilat të pambuluara, siç është ajo zona mbrapa QTU-s që janë pallatet e reja që ndoshta do duhet një linjë tjetër për të shtuar në atë zonë. Po ashtu ne po lidhemi dhe me Vora Kali që vjen drejt Tiranës, pra nuk është se ka zona shumë të pambuluara me transport publik. Të gjitha zonat pothuajse janë të mbuluara. Nëse do flasim ndonjë zonë specifike, patjetër që ta diskutojmë dhe pse jo. Në rregull, e kuptoj. Mbase duhet shtuar linja dhe jo një linjë re. Në fakt tani un kam një pyetje të fundit për juve. Nëse do të udhëtonit çdo ditë si një qytetar i zakonshëm me autobusët e Tiranës, a do të ishit i kënaqur me shërbimet që ofron? Patjetër që pse mos jesh, shikoj, të vetmi alternativë transport publik që ne kemi autobusat, nuk kemi alternativë tjetër. Atëherë investimet në këtë fushë duhet të jenë dhe duhet të ketë mbështetje financiare si nga qeverisja vendore dhe ajo qendrore. Pra, duhet të ketë çik fokus më të madh transporti publik, jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë, në mënyrë që transporti të mbulohet dhe të ofrohet me një shërbim dinjitoz ashtu siç e meritojnë dhe qytetarët e shqiptar. Unë e frekuentoj sepse sot parkimi është bërë shumë problem. Pra, me mjetet vetur dhe private është shumë problem që të shkosh në një zonë për të parkuar. Kështu që frekuentimi i transportit publik është i domosdoshëm për të gjithë qytetarët. Dhe mendoj që në këto kushte që ne jemi, me këtë çmim të biletës që ka dhe me këtë kompensim subvencion që ka qeverisja vendore dhe qendrore për këtë sektor, mendoj që është i kënaqshëm dhe e ofrojnë më së miri. Në rregull, unë të falenderoj dhe shpresoj realisht që qytetarët të kenë kënaqësinë dhe të përmbushen ashtu siç thoni ju dhe të kenë një shërbim më të mirë ashtu siç e premtoni ju. Të falenderoj shumë dhe bashkë do të shihemi sërish, besoj.
Faleminderit. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.